Ka rritur në dimensione që ndoshta po edhe ne 15-20 vite më parë nuk mund të imagjinonim. Një gjë ka mbetur e pandryshuar, fjala gazetar, megjithëse nuk ka më gazetë, shumë pak, gazetë në kuptimin e materjes së prekshme, e gazetës që e shfleton në duar, prap gazetar ka mbetur. Prap gazetar ka mbetur, por gazetaria si profesion është vënë në rrezik, është rrezikuar brenda 2 dekadave të fundit 2 herë për t'u asgjësuar. Aq sa teoricienët e ndryshëm kanë shkruar botime të mëdha dhe të shumta nëse na duhen më gazetarët. Hera e parë që është vënë në rrezik është vënë diku para 2 dekadash. Për shkak të zhvillimeve teknologjike doli ai koncepti që me siguri e kemi diskutuar dhe bashk i gazetarit qytetar ose i qytetarit gazetar. Dhe në ato moment kur thanë që gjithë populli u bë gazetar, thanë po për çfarë na duhen gazetarët. Dhe siç thash, u shkruajtën botime të tëra në lidhje me këtë pyetje, një nga të cilat është i botuar në Shqip edhe në Shqipëri. Dhe sigurisht që gazetaria qytetare filloi të merrte hovë, por prap u vure që gazetari duhej. Pse duhej? Sepse gazetari nuk është për të nxjerrë atë mineralin që është në sipërfaqe, po është si minatori që duhet shkojë thellë për të nxjerrë mineralin dhe siç ju e dini më mirë se unë, minerali më i mirë është sa më thellë të futesh dhe jo në sipërfaqe. Kështu që gazetari në atë moment u pa i dobishëm, sepse qytetari nuk i kishte disa tipare që i ka gazetari për të zbuluar dhe për të shkuar përtej asaj që duket. Hera e dytë që u vu në rrezik dhe jemi në kohën që ne po e jetojmë këto ditë, këto muaj, ishte lidhet me atë që quhet inteligjenca artificiale. Do me thënë, edhe inteligjenca artificiale e cila agregon informacion, pra përpunon informacion, e ka vënë në dyshim ekzistencën e profesionit ton, e statusit ton, e të qenurit gazetar. Ose vënë në një sfidë gazetarin. Ose vënë në një sfidë gazetarin, jam dakord me këtë logjik, por kur e vënë në sfidë do thotë që e vënë në dyshim, e vënë në rrezik. Megjithatë, unë mendoj që prap gazetari do t'i duhet shoqërisë, sepse makina mund të agregojë informacion, por nuk mundet që të shkojë në vendlindjet timen dhe tënden për të sjellë që andej shpirtin njerëzor, realitetin e prekshëm e tjerë. Kështu që unë besoj që do ta kalojmë edhe këtë rrezik, por siç e thatë ju, gazetari duhet të modifikojë sjelljen e tij në raport me zbulimin e të vërtetës, me transmetimin e të vërtetës, siç ne kemi parë audienca është zhvendosur paksa nga media tradicionale dhe ka shkuar drejt medias online, çka e vënë përgjegjësi median tradicionale për të rishpikur veten e vet në mënyrë që të afrojë sërish audiencën tek ekrani i televizionit. Çfarë e bën një individ gazetar? Çfarë e bën një qytetar gazetar? Diploma? Po mendoj edhe diploma, por përpara se të shkojmë te diploma janë disa tipare që njeriu ose i ka ose si ka. Dhe ato tipare që njeriu ose i ka ose si ka janë kureshtja për të mësuar.